Në debatin mes shoqatës së gjyqtarëve dhe kryeministit Rama për rritjen e pagave, është përfshirë edhe shoqata e prokurorëve. Në një reagim publik, shoqata e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë e konsideron të domosdoshme të shprehë një qëndrim zyrtar në funksion të mbrojtjes së parimeve të shtetit të së drejtës dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Shoqata e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë vlerëson se debatet publike për çështje që lidhen me sistemin e drejtësisë duhet të zhvillohen në mënyrë të përgjegjshme, të balancuar dhe me respekt për rolin kushtetues të magjistratëve. Çdo formë retorike që synon të kthejë opinionin publik kundër magjistratëve nuk I shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Shoqata e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë thekson se I bashkohet qëndrimeve publike dhe kërkimeve të argumentuara tashmë në mënyrë shtruese nga shoqata e gjyqtarëve përpara gjykatës kushtetuese. Sipas tyre, çdo ndryshim ligjor që sjell regres në standardet e njohura më parë dhe ulje të pagave të magjistratëve përbën cënim të garancive kushtetuese. Në një shtet demokratik dhe të së drejtës, pavarësia e gjykatës kushtetuese dhe sistemi të drejtësisë në tërësi përbën një parim themelor, I cili duhet të respektohet nga të gjithë aktorët institucional dhe publik, veçanërisht në fazat të ndjeshme përpara vendimarrjes. Në këtë kontekst, gjykimi kushtetues I iniciuar nga shoqatat e gjyqtarëve duhet të përfundojë I pandikuar nga çdo presion I jashtëm apo instrumentalizimi I opinionit publik. Shoqata e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë shpreh besimin e saj të plotë në gjykatë kushtetuese si autoriteti I vetëm legjitim për të dhënë fjalën përfundimtare në këtë proces, si dhe e mbështet çdo përpjekje institucionale dhe civile që synon forcimin e rendit kushtetues, pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe mbrojtjen e standardeve demokratike në vend.